Tani jemi sot në emisionin 300 dhe vërtet është një, për mu personalisht është një moment shumë i gëzueshëm për faktin se jam i pari që kemi filluar me këtë emision dhe vërtet kemi bërë një rrugtim të gjatë, ashtu siç e përmendet edhe ju, parafërsisht afër 6 viteve. Edhe për të folur për ato momente dhe pyetjet të cilat janë dërguar në këtë emision gjatë tërë kësaj kohe, vërtet nevojitet një kohë shumë e gjatë. Mirë po unë për ta vetëm për të përmendur diçka nga ato përshtypjet e mia në lidhje me këtë emision, mund të them se vërtet unë jam shumë i kënaqur për faktin se në njërin anë që kemi arrit të vim deri këtu, do të thotë deri në vitin e 6 me këtë emision, jep të kuptojmë se vërtet gjallërinë e këtij emisioni e kanë mbajtur shikuesit e këtij emisioni vazhdimisht, dhe kjo është një gjë e mirë edhe për emisionin, po edhe për mua personalisht. Në anën tjetër, ajo që më bën të gëzohem edhe më shumë është fakti se nëse bëjmë krahasim rreth pyetjeve në përgjithësi të cilat janë dërguar në këtë emision, atëherë vrejmë një ngritje të nivelit edhe të formës së pyetjeve, për arsye se si thuhet, mënyra si pyet njëri edhe tregon edhe nivelin e tij arsimor edhe përgatitjen e tij. Prandaj posaçërisht kohëve të fundit, mos them viteve të fundit, mënyra se si njerëzit parashtrojnë pyetjet rreth islamit dhe kërkesat e tyre për të kuptuar rreth çështjeve të ndryshme në problematika të ndryshme islame, mënyra si ata i trajtojnë apo i paraqesin pyetjet e tyre, jep të kuptojmë se vërtet ka një avancim në kuptimin e islamit dhe praktikës islame në përgjithësi, për arsye se në të kaluarën neve e dim se shumica e pyetjeve kanë qenë shumë pyetje, po e them kushtimisht klasike, apo pyetje të cilat tregonin një nivel shumë të ulët të kuptimit të fesë apo praktikës në përgjithësi, gjë që kjo ka ndryshuar dhe kjo më bën të gëzohem dhe të kuptoj se vërtet shoqëria jonë është duke u avancuar në kuptimin e islamit dhe problematikave dhe çështjeve të islamit në përgjithësi. Dhe më rëndësishme është shpresojmë që të kemë përfituar shikuesit nga këto. Edhe unë shpresoj për arsye se unë personalisht, po edhe musafir tjerë të cilët kanë qenë vazhdimisht, për arsye se emisioni duke kërkuar përgjigjen ka pas disa forma dhe opsione si është bërë edhe pritja musafirëve edhe lloj-llojshmëria e atyre musafirëve e kështu me radhë. Mendoj edhe shpresoj që jemi mundu sa do pak të përgjigjemi atyre probleme me cilat preokupohen shikuesit në përgjithësi. Pastaj gjithashtu edhe neve shpeshherë na ka ndodhur që disa pyetje jo të përsëriten 2 herë, po edhe disa herë, mirë po për shkak të respektit dhe interesimit që kemi ndaj të gjithë atyre pyetësve të cilët shtrojnë pyetjet e tyre, edhe pse ndoshta ato pyetje janë sqaruar më herët dhe ka mundësi shikuesi t'i hulumtoj ato nëpër internet apo YouTube e kështu me radhë, megjithatë neve jemi mundu që sado pak, edhe nëse është një pyetje që kërkon një trajtim pak më të detajzuar, jemi mundu që sado pak t'i ofrojmë shikuesit zgjidhje për atë problem të cilën e preokupon.